Kremtojnë Pashkët, nis ceremonia festive në Katedralen Shëmpali në Tiranë. Besimtarët katolik dhe ortodoks kanë nisur mbrëmjen e së shtunës kremtimet për Pashkët. Festa e Pashkës këtë vit festohet në të njëjtën ditë për të dyja fetë e krishterë. Në Katedralen Shëmpali në Tiranë janë mbledhur besimtarët e shumë për të kremtuar ringjalljen e Krishtit. Në vigjilje të kësaj feste të madhe, edhe Imzot Arian Dodaj dhe Dom Gjergj Meta nga Kisha Katolike kanë dhënë mesazhe të forta për drejtësi, punë të ndershme dhe solidaritet. Me meshat e së shtunës në mbrëmje dhe darka e së dielës, 19 dhe 20 prill, besimtarët e krishterë në të gjithë botën kremtojnë festën më të rëndësishme të kalendarit të tyre, Pashkën.